kalojmë në një kaptin tjetër tepër të rëndësishme të spektaklit tonë që e kemi emërtuar personazh. Ai që do të vijë sonte është një personazh vërtet i rrallë, i hasur rrallë. Një strateg lufte, një luftetar lirie, një personazh paqeje. Zonja dhe zotri, General Kudusi Lama. Do të ndjekim një profil të generalit ton të dashur, të generalit të Kosovët, të babushit ton. E ndjekim bashkë. I lindur në fshatin Kalis të Lumës, doktori i shkencave ushtarake Kudusi Lama ju gjend pranë popullit të Kosovës në momentet e tij më të vështira. Ashtu siç tregon historia, përpjekjet e vazhdueshme të pushtuesve për ta ndarë kombin shqiptar u realizuan vetëm fizikisht, por asnjëherë shpirtërisht. Një dëshmi të tillë sjell vetë përkushtimi i generalit shqiptar Kudusi Lama në luftën e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Generalit Lama, për shkak të qëndrimit dhe veprimit patriotik në luftën e Kosovës, ju vunovka babushi, sepse si i tillë paraqiti mburojën mendore, shpirtërore dhe ushtarake për luftëtarët e lirisë, të cilët me shumë dashuri e thërrisnin babush. General Kudusi Lama është përcjellës i madh jo vetëm i taktikave ushtarake, por edhe i mesazheve të forta, ku në librin e tij Kosova dhe ushtria çlirimtare, General Lama jep një mesazh të fuqishëm si për pushtuesit historik të shqiptarëve, por edhe një mesazh mobilizues për vetë popullin shqiptar, duke thënë se përvoja e Kosovës vlen si përvojë e përjetshme për të sotmen dhe të ardhmen, deri kur Shqipëria dhe shqiptarët të mos rrezikohen më nga luftrat, nga sundimi, nga pushtimi dhe nga asimilimi. Babushi në pension vazhdon t'u jap leksione studentëve të tij, duke kërkuar nga ata që të jenë më shumë studiues dhe më shumë afër shkencës. Kudusi Lama sot ka një familje të madhe të cilën e do shumë dhe tër jetën, punën dhe vigjilencën e ka të drejtuar në rritjen dhe edukimin e drejtë të saj. Ka edhe shumë për të thënë e për të dhënë General Kudusi Lama, strategu i madh, babushi i Kosovës. General, sa herë që Kosova ju ka thërritur, ju nuk keni përtuar. Asa dhe sonte. Faleminderit që jeni sonte këtu me ne. Faleminderit për këtë. Dhe normal, Kosova është vendim, ashtu si gjithë tërë shqiptare. Kuj ka rënjet kjo ka dishmërie juaja? Gjithmonë për t'ju përgjigjur thirrjeve të Kosovës. Te qenia shqiptar nuk mund të ketë qëndrim tjetër përveç se për t'ju përgjigjur gjithmonë thirrjeve të ardhëve. Të gjithë shqiptarët e kanë këtë ndjenjë. Askush nuk mund të bëj përjashtim nga kjo e drejtë. Është e drejtë dhe detyrë e të gjithëve atyre që në generalitetet e tyre kanë shkruar Kombësia Shqiptare. 12 vjetë më parë, ju ishit pjesë e luftës për çlirimin e Kosovës. Si e bënit këtë luftë? Kam parasysh që ju ishit general i ushtrisë së Shqipërisë që realisht nuk ishte në luftë. Politikisht Shqipëria nuk ka qenë në luftë, praktikisht ka qenë në luftë. Ata që duan të arsyetojnë se Shqipëria nuk ka qenë në luftë, në radhë parë mashtrojnë veten. Shqipëria ka qenë në luftë. Një pjesë e popullit të saj që ishin brenda territoreve të Kosovës, ishin totalisht në luftë, por edhe pjesët jashtë këtyre kufive ishin në luftë. Nëse do t'i referohemi kalendarit të veprimeve të asaj periudhe, duhet të them që 22 muaj djemt edhe të asaj anet kufirit, edhe të kësaj anet kufirit, midis Kosovës dhe Shqipërisë, që tashmë kanë krijuar dy shtete,
kanë qenë bashkërisht në luftë. Dhe nuk ka, thjesht, kjo është një arsyetim politik për të gjendur jashtë situate, për të lehtësuar vetveten, nuk e kuptoj. Bile nuk më vjen mirë kur e dëgjoj. Si e bët ju personalisht atë luftë? Unë e bëra si ushtar. Fare thjesht. Ti jesh ushtar është gjëja më e thjesht, është vitaliteti më i madh dhe është kënaqësia më e madhe. Ti jesh ushtarja dhe u tënd. Unë e dinja që në Kosovë, ashtu si në gjitha të rojet e tjera shqiptare, edhe në Preshev, edhe në Kumanov, edhe në Ulqen, në Tivar, një gishdhej është e imi, e unë e kam për obligim ati gishdheu t'i dalë zot. Në sot, e mot. General, kur jeni emëruar, kur jeni kurorzuar si oficer ushtrie, dikur, a keni menduar ndonjëherë se në një moment, në një kohë, ju do t'jeni njeriu kyç i çlirimit të pjesëve të robëruara të atë të mbetur? Unë nuk kam menduar që do t'jem në i kyç, dhe sot nuk mendoj se kam qenë në i kyç. Unë kam menduar që do t'jem luftëtar për çlirimin e të rojeve të mia, qysh kur kam mësuar të thras nën dhe bab, për arsye se unë kam gjyshin 3 gjagjallar të prerë nga serbët, të vranë luftë me serbët. Kështu që unë e kam ditë se një ditë nuk bën pa undeshje edhe unë me këta, me këtë kolonizator që kishte ardhur deri atje në kalisin tim në Lumë. Ndaj absolutisht unë e kam ndërruar ditën kur do të mjepet shansi dhe mundësia që unë të kry një obligim ndaj atë dheut tim, po edhe ndaj të parëve të mi që janë të vrarë nga armët e Serbisë. Kemi parasysh. Kemi parasysh se kjo mundësi nuk do të ekzistonte asnjëherë tek unë nëse nuk do të ishte ai floriri i floririt të kombit shqiptar që janë djemtë dhe vashat e Kosovës, të cilët morën armë dhe u rreshtuan në radhë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës e i dolën zot kombit, sepse ushtria çlirimtare ka kryer 2 misione, në radhë parë ka shpëtuar kombin dhe pastaj ka çliruar Kosovën, dhe kjo ka arsyetime politike, akademike dhe historike, por po të mos ishin ata djemë dhe vasha, që më thirrën edhe mua, të futëm në rreshtat me ta, dhe t'jem ushtarë pranë tyne, unë nuk mund të kisha për asgjë. Ishin ata, faleminderit. Ishin ata, ndaj unë eca bashkë me ta. Dhe unë ndihem i nderuar që bëra një copë rrugë me ata djemë dhe vasha që janë mrekullia e kombit shqiptar dhe unë historikisht sa të rrojnë këtë botë do të kem nderim e respekt për të gjithë ata. Dhe do të aftoj kombin shqiptar që historikisht të ketë nderim dhe respekt për të gjithë ata. Tjeni të sigurt, asgjë nga ato që shkruhen për të hedhur baltë mbi këtë trup luftarake kombëtare nuk ka vërtetësi. Koha do t'i sqarojë të gjitha gjërat. Ushtria çlirimtare e Kosovës, ushtria lavdishme, e cila më vonë u trashëguan nga trupat mbrojtëse të Kosovës, e kjo e fundit u shndrua në forcën e sigurisë të Kosovës. Kur e shihni Kosovën me ushtrinë e saj? Realisht, Kosova e ka ushtrinë e saj, sepse ka popullin që e do shumë këtë troje. Dhe sa të ekzistojë populli shqiptar, ushtrit janë të gatshme në çdo kohë për të kryer misionet në interes të atë dheut. Por, në pikpamje të asaj që ka kuptoj se doni të thoni ju, të ekzistentës së një ushtrie klasike, kuptohet bashkëpunëtore me NATO-n, bashkëpunëtore me komunitetin ndërkombëtar, përquese e mbrojtjes së paqes në botë,
Ne kemi fuqinë dhe aftësinë në Kosovë ta kemi që nesër. Dikujt nuk po i pëlqen që ta kemi ne këtë për momentin dhe realisht përderisa janë trupat e KFOR-it këtu, tani ne kemi ato si ushtëritë Kosovës, por një ditë ata do t'ikin dhe ne duhet ta ngrem këtë. Ky është momenti që ne duhet ta kemi ushtërinë tonë. Çfarë i kujtohet generalit bie fjala e Korxhajos se nuk e ke vendin ti këtu? Po, është vërtet. Unë dëshem t'i shoh me sy luftëtarët, dëshem t'i prek me dorë, dëshem të shoh si po ecin rrjedhat e frontit. Në një moment, kjo është thjesht moment, mua më rrshet këmba si që mund t'i rrshat gjithë kujt, dhe një djalë që ishte për brime, më kap dorë, në krahun dhe më mban, nuk më lën që të bie. Masi më mbajti u këthy më shikoj dhe ju duka shumë i lodhur. Kur ju duka shumë i lodhur, sa ikë bere gjajet shpijë tënde, po s'janë për ty këto punë. Në një moment, luftëtarëve të lirisë, një pjesë e ju edhe i keni thënë, po s'ma sollet një ushtar serb këtu ta shoh. Dhe çfarë ndodhi pastaj? Serbët kishin kriju një ide që luftëtarët e UÇK-s nuk të falin, ata po të zunë të vrasin. Kështë kriju një ide tillë dhe unë kisha synime që të realizojshem një sken të një falje ushtari. Dhe dyshem me gjetë momentin, po një natë u zëmrova me një nga shokët që ishte në front, sepse a ishte në një pozicion ku kishte nën kontrol një zonë bajak i gjërë dhe zëri Amerikës dhe gjithë mediat botërore dhanë lajmin që ushtria serbe hyrin Bayramzor. Në më thënë të hynë të ushtria serbe në Bayramzor, do të thotë që divizioni im 30% kishte rënë. Dhe mua më revoltoj shumë kjo, mirë isha në kontakte me presidentin e Shqipërisë, me kryeministrin, ministrin, në shtabin e përgjithshëm, ata ishin shumë të alarmuar se kishin hyrë serbët në Bayramzor, unë thoshem jo, ishte një shi i hollë, një mjergull. Mirë po, mendja më rrinte tek personi që ishte atje në atë pikën që kishte kontrolin në gjitha ta kilometra nga duhet kishin hyrë serbët dhe kjo ishte Nasim Haradinaj. Dhe unë e marrë në telefon Nasimin, atje në front ku ishte, i them, ti nuk jenë detyrë, sepse serbët kanë hyrë Bayramzor. Jo, sot, unë jam detyrë dhe serbët janë atje ku dihet se ku janë. E mirë, mas një debati tash, për ishte ora 18:00 mas dite. I them, sa ke orën? Thot, 6. Se 6 i themin e nga i heksaj 18. Them, kur vi nesër e dark, ora 6, unë du një serb gjallë në zyrë që të mbindesh se ke qenë një ushtarë në detyrë. Një serb gjallë i tashu, nuk i thash ushtarë. Ajo, a? Po, a i më solli një nën oficer pastaj. Dhe të nesër më mëngjes, puru hapdera, ishte Nasimi. Sot, hajde me ratë serbin, e do në borra, po të tabje këtu. E unë u gëzova ka shumë, u gëzova ka shumë që një gjë e tillë kishte ndodhur, se kishte shumë rëndësi, kishte rëndësi strategjike. Ishte një serb, po kishte rëndësi strategjike për treguar qytetarinë e ushtrisë kombëtare të Kosovës botërisht, sepse dihej në Kukës ishin gjithë mediat e botës, nga Kina në Amerikën, në Honolulu. I tha, e pash orën, ishte orë në mëngjes. E gare thash, nuk të kam thënë ma bjesh në mëngjes, të kam thënë ma bjesh darkë. Në mbramje. Po, ajo të më të pru, 12 orë për parë. Dhe vërtet atë ditë u bën një mrekulli, sepse Serbin në orën 2:00 u mblodhen gjithë mediat botërore dhe Nasimi me gjithë atë uniformën e përbaltur që vinte nga vijat e frontit, e mori atë dhe ja u dorëzoi autoriteteve të OSBE-s përpara gjithë mediave dhe gjithë bota tregoi se si luftarët e UÇK-s i dorëzojnë robën e luftë.
Ne kemi regjistruar diçka tepër të veçantë, ta ndjekim bashkë, babush. Besiu ka thënë një fëmijë si nuk ka pas kun, si jemi, më thotë, sa jemi. E dorë për tjerë, si ka thënë për mu, ka thënë se ka pas kun. Fëmijë i mojër, fëmijë i ngjurshëm, fëmijë edhe në këtë ishë këqishmë, mentale. Kështu flet kjo nënë shqiptare për birin e saj general. Në rrudhat e fytyrës së saj, shohim një hartë tjetër të një nëne që u sfilit për t'i rritur fëmijët e saj. Për Zotin këm hek, bashkë. Me do më shpojnë, me qihë, me kiametë, me sprit, e merë vesh, no, i këm rejtë në babuk. Me gjithë vuajtjet e kaluar të një nëne të mbetur si e veçë në moshë të re, rënjet e kësaj familje nuk u shuan. Sot jam vë 7 shpojë. Marrë vesh. Për Zotin 7 shpojë jam vë, sot primi e. A marrë vesh. Borën e se bantot 22 vishë në konë për të mësërë. Është e vështirë që një nënë të thot me gojën plot se të birin do t'ja japat dheut, por e tillë është nëna shqiptare. Se një. Nëna ime, nëna më e mirë në botë. Zotri General, kam pregadit këtu 10 pyetje rrufe dhe rrufeshëm i dua 10 përgjigje të vetë. Ju ka urdhëruar kush ndonjëherë kështu? Po si? Po si, e? Cila është pozita më e dëshiruar për ju? Ushtarak apo? Mësus. Mësus. General, a ka ndodhur në luftra tuaja të ndjeheni i tradhtuar apo i dëshpëruar? Pra, a kishte ndonjëherë ndonjë çast, sikur i keni thënë vetes, po çfarë dreqin po bëj? Po, ka patur. Me datën 27 mars të vitit 99, kur 125.000 shqiptarë nga Kosova u shpërngullën dhe u futën në Republikën e Shqipërisë. Diçka më papritura gjë, jo nga unë, po nga gjithë strukturat shtetërore, shqiptare dhe ndërkombëtare deri në OKB, ishte ky moment, kjo dyndje e popullatës drejt Shqipërisë. Dhe realisht atë ditë unë jam akuzuar. Dikush më ka akuzuar. Dhe më ka thonë shprehmisht. Ja kreve detyrën Miloševićit, ja pastrove Kosovën. E unë atë ditë kam menduar se vërtet për mua nuk bie diell më. Ka qenë më e rënda ditë, besoj. Por djemtë e Kosovës prapë, djemtë e ushtrisë të Kosovës e kthyen situatën. Dhe ata që dolën si qytetarë të braktisur dhe të përbuzur, u kthyen si ushtarë me armë. Miku i madh i shqiptarëve, ish presidenti Bill Clinton me 1999 tha se shqiptarët kanë fituar lirinë, tani do ta fitojnë paqen. A kanë fituar shqiptarët paqen me të vërtetë? Nëse flet për shqiptarë vetëm brenda territoreve të Kosovës, ka tjetër analizë. Nëse flet për shqiptarë në trojet etnike shqiptare, ka tjetër analizë. Unë kam nderim të veçantë për presidentin Clinton me gjithë stafin e tij dhe nëse ne mburremi me dekoratat e luftës, siç ka thënë dikush më herët, dhe nuk punojmë për të fituar dekorata si ata çdo ditë edhe sot, ne bëhemi të pavlefshëm. Po nëse edhe këta të rinjët mburren me dekoratat e baballarëve dhe nuk luftojnë për të fituar dekoratat e tyre, këta bëhen të pavlefshëm. Kjo është linja që duhet na udhëheq në kuptimin e drejtë. A ju ka vajtur ndonjëherë mendja të merreni me politikë?
të merrem unë me politikë, gjithë jetën jam marrë me politikë. Unë kam qenë në ushtëri, e di që i përkas një kombi, e di që i përkas një shteti, e di që i përkas një hierarkie, e di që kam një popull që kam detyrim e ndaj tij, e di që kam një adhe që kam detyrim e ndaj tij, dhe brenda kësaj unë jam brenda politikës. Nëse ju quani politik angazhimet partijake, këto janë klane pushteti, këta dikush duhet me qenë pushtet, ndeshe, dhe dikush fiton vita. General, pak më personale, si jeni në jetën e përditshme, me familjen, me miqt, a ju përvijohet ushtaraku në raportet me ata? Pak po. Pak po. E zdo vetën ma të shpesherë për këtë probleme, se duat të dominoj. Çfarë ju pëlqen të lexoni në kohën e lirë? Gjithë shka, për mua nuk ka kufizim të lexuarit. Dhe unë kam një mesatare, jo më pak se 100 faqe në ditë, në 365 ditët e vitit. Një moto për jetën, një urim për atë që ju do zemra juaj. Një urim për të gjithë. Mendoj se urimi im duhet të takoj të gjithë shqiptarëve. Realisht, unë i dashuroj shumë shqiptarët. I dashuroj marrëzisht. Dhe shqiptarët janë, si që ka thonë Fanoli, safi flori. Janë të mrekulli. Janë kombi që i kanë trashëgu botës kulturën më themelore. Unë dua vetëm unitet shqiptar. Zoti General, shumë ju faleminderit. Ju faleminderit edhe juve. Faleminderit. Zoti General, faleminderit. Shumë ju faleminderit. Do t'ja bëjmë bam edhe bim sigurisht me një këngë të bukur që do t'na sjell një bukuroshe e rrallë, e cila erdhi me bam edhe bim në skenën shqiptare. Zanfina Ismaili. Eja Zanfin.